në 21 vende europiane, ndër veprimet e përditshme me miqt dhe familjen kanë ardhur vazhdimisht në rënje në periudhën e viteve 2006, 2015 dhe 2022. Ndikim shumë të madh duhet të ketë patur edhe pandemia koronavirusit që shtoi kontaktin në distancë. Në 2022, pjesa e njerëzve që raportuan se ndiheshin të vetmuar shumicën e kohës ose gjatë gjithë kohës ishte më e lartë në Francë dhe Lituani, përgjithsisht 11% dhe 9%. Ndjenja vetmis sipas ekspertëve ndikon në 871.000 raste vdekje në botë çdo vit. Vetmia është gjithashtu e lidhur me performancën më të dobët në punë, një rrezik më të lartë papunësi ose braktisje të hershme të arsimit dhe mund të ndikojë në mënyrën e votimit. Në mesin e të anketuarve në BE, grekët dhe slovenët rezultojnë ata që bashkëveprojnë me miqt ose familjen çdo ditë, ndërsa më të tërhequrit janë lituanezët. Hungaria ka pjesë më të lartë të anketuarve që raportojnë se nuk kanë asnjë mik të ngushtë, ndërsa Belgjika ka pjesën më të lartë të anketuarve që raportojnë se nuk kanë asnjë antar të ngushtë të familjes. Megjithëse Shqipëria nuk është pjesë e raportit, realiteti ynë shoqëror po jep sinjale se mund të jemi në të njëjtën rrugë. Do ta diskutojmë nëse vërtet ne po japim sinjale nëse jemi në të njëjtën rrugë apo jo, edhe çfarë ndikon në këtë shoqërinë europiane që të ketë një largësi me familjarët apo dhe me miqt. Gjithashtu do ta diskutojmë me Ervin Gocin, profesorin e shkencave të komunikimit. Mirë se vjen Ervin. Knajsi. Kam gjithashtu Vilma Kërçikun, gazetaren. Mirë se vjen Vilma. Knajsi. Do të kem gjithashtu edhe Esmeralda Dodajn, moderatoren në lidhje WhatsApp. Mirë se vjen Esmeralda. Në brëma Flori. Knajsi. Në doja shumë të nga me ju të në video, po ja, si me që e kemi nisur këtë ndryshimin para dhe pas pandemisë, pandemia në ndau edhe me Skype dhe pas dhe në studio gjithashtu. Po, e vërtet. Po e nisë në fakt me Ervinin dhe më pas për të treguar për të ndalë edhe tek historia juaj me që jeni mikesha. Si e sheh këtë studimin i cili ka treguar një Europë jo kaq fort e lidhur ngushtë me njëra tjetrën në shoqërinë, në raportet shoqërore? Unë i pash ato, me thënë drejtën, nuk kam parë dot raportin, sepse raporti ka metodologji, jep pyetjet, jep. Patjetër, po. Dhe shikot një trend i cili nuk ka lidhje vetëm me këtë raport për këtë vit, po shikot një trend i cili gjithmonë më shumë po gjendet, po them vetmi në epokën ku komunikimi është më, do të thënë, është më i lehtë. Dhe pyetja kryesore që bëhet është pse ka kaq shumë vetmi në një kontekst ku komunikimi është pra mundësia për të ndërlidhur është e jashtëzakonshme. Dhe ndërkohë misia dhe kontaktet e përhershme apo ato lidhjet e qëndrueshme janë të dobta. Por për mua kjo është pyetja kryesore, çka do thotë që midis komunikimit dhe misisë, do thotë që misia nuk është ndërtuar për shkak të lehtësisë komunikimit, por është një sistem vlerash tjetër i cilin komunikimi jo vetëm që s'po e ndihmon, se duket po e dëmton. Dhe këtu tash kërkohet analiza shumë thella sociologjike, filozofike, komunikative. Pra mendoj që ndonjëherë kjo lehtësi komunikimi po e dëmton misinë e ngushtë? Po, unë e kam që po. Edhe unë mendoj që po. Sepse duke kontaktuar, komunikuar gjatë gjithë kohës në WhatsApp, në Instagram e tjerë, çfarë bëjmë ne? Evitojmë kontaktin fizik. Kështu që në një farë mënyrë është distancë. Nga ana tjetër, ne gjithsesi nuk e mohojmë faktin që Shqipëria është një ndër vendet me kafenet, me numër më të mëdha të kafeneve. Por edhe me kohën më gjatë të shpenzuar në kafene. Tani, me që Ervini ngre pyetjen dhe thot çfarë ndikon te kjo misia kur në të vërtet lidhja tashmë e komunikimit, ja, siç jemi ne jemi dhe në Skype, jemi këtu me njëri tjetrin. Si ja keni bërë ju që e keni mbajtur këtë shoqërinë e ngushtë? Çfarë ka ndikuar tek një shoqëri e ngushtë? Alda, njihemi që prej fakultetit, pra misia jon ka lindur prej 2 dekada tashmë. Sigurisht e kemi ruajtur gjatë gjithë kohës në kontakt të vazhdueshëm me njëri tjetrën, qoftë fizik apo në mënyrë virtuale. Okej, ne jetojmë të dy janë në Tiranë dhe sigurisht takimet janë edhe më të shpeshta, patjetër që po. Por ajo që është më shumë rëndësishme në komunikimin tonë është se ne sa herë që takohemi e vijojmë bisedën aty ku e keni lënë. Kështu që madje di se çfarë thonë ndonjëherë që në misi të ngushtë nuk ka rëndësi sa shpesh takohesh. Por se si rëndësi ka se si ndihesh pasi takohesh. Pra edhe nëse ke 2 muaj pa u takuar, fakti që ti takohesh, nuk e di nëse ma konfirmon Alda ti, po të thras Alda me që ashtu të rriti Vilma.
Ne nësojmë fakt që gjithçka na vjen nga këto raporte, që për medicinë apo për teme tjetër, të qëmë kështu të një stereotip që po na vjen nga Europa. Po, ajo që unë doja shumë ta diskutonim është se sa do të afektohet tek ne edhe do të vi tek ne kjo përqindja e miqësisë. Pra, ulet në 10% miqësia e ngushtë. Po fillimisht të ndajmë këtë miqësi dhe shoqëri. Pra, çfarë është miqësia dhe çfarë është shoqëria? Unë mendoj që ka një dallim mes të dyave, por për të shkuar në logjikën që Vilma po thoshte që ne edhe kur takohemi e vijojmë bisedën aty ku e lam, unë mendoj që jo domosdoshmërisht është e rëndësishme që ne të takohemi çdo ditë për ta kuptuar se sa shoqja apo sa shok apo sa miq jeni me njëri tjetrin. Kështu që një miqësi e cila bazohet në besim, respekt, në komunikime, gjenë gjithmonë rrugën për tek njëri tjetri. Dhe kjo është më e rëndësishme që ne duhet mbajmë njëri tjetrin, pra të kemi respekt për njëri tjetrin, komunikim, besim tek njëri tjetrin, në mënyrë që kjo miqësi të zgjatë. Dhe tek unë dhe tek Vilma kjo ka qenë kështu që prandaj jemi këtu. Takojeni shumë shpesh ju me njëra tjetrën, pa çka jetesës në Tiranë? Nuk e di kujt i thua shpesh, domethënë, se Okej, hajde ta ndajmë pra. Enden se këtu do ta them. Mund të kalojnë dhe 2 muaj që ne nuk takohemi. Pra, nuk e di nëse është, por ka raste që takojnë edhe një javë çdo ditë. Flisni çdo ditë në telefon? Në mënyrë të Në vazhdueshme. telefon, ne për shkak të punës që bëjmë, sigurisht ndajmë edhe eksperiencat tona, shqetësimet, i kërkojmë ndihmë njëra tjetrës her pas here, kështu që në kontakt të vazhdueshëm me njëra tjetrën jemi çdo ditë. E kuptoj. Për të përfshirë pak Ervinin tashmë në bisedë. Kur mu mendon që është shoqëria më e fortë ose ndërtohet shoqëria më e fortë? Shoqëria e fëmijërisë, shoqëria e gjimnazit, shoqëria e universitetit, ndoshta edhe në bisedat që ti ke me studentët. Në fakt i kam të aktivizuar atë tëra nivelet. Gjimnazin shumë e kam pas edhe deri vonë, fakultetit tani së fundmi, një reaktivizim interesant. Edhe e kupton që Çfarë reaktivizim? që do thotë që ne takohemi tani rregullisht. Që ritakoheni rregullisht, mbas ndoshta 20 vjetësh pa u takuar. Okej, interesante. Shumë interesante është. Po pse? Apo tani ja kuptoni më shumë? Eksakt, E mendoj që kuptoni më shumë njëri tjetrin. mendoj që është kjo, domethënë që ti bën një lloj rrugtimi, pra sifar kuptimi vë ca prioritete, dhe do të kërkosh, dhe do të realizosh disa gjëra që nga i pam individuale, familjare, grupit ngushtë, familjes, qoftë familjes tënde biologjike apo familjes që ke me bashortin apo bashorten. Dhe pastaj vjen një pikë në jetë që thua cili jam unë, kush jam unë. Dhe vetëm mënyrë për ta riaktivizuar dhe për ta riformsuar dhe një identitet caktuar është që ti të krijosh një lidhje me të shkuarën dhe ta kapësh, po thëmë, një fije që e ke kput diku, edhe ta marrësh ta rilidhësh me të sotmen, që ti të kuptosh çfarë je, se përndryshe pastaj krijohet një skizëm, krijohet një çarje mes asaj që je sot dhe asaj që ti e ke lënë diku atje të konservuar dhe që ke nevojë ta riaktivizosh, por që të duhet një konfirmim nga njerëzit me të cilët e ndaj kohë të shtrenjtë dhe mbi të gjitha për t'i ridhëm vlerë asaj kohe dhe për të mos thënë që ai ishte kohë e humbur. Po, konsiderohet kjo misi e ngushtë? Apo thjesht konsiderohet një shoqëri e mirë që ti po e ritakon mbas një farë kohe? Shiko, ato dhëna që pa shumë aty nuk flitet për misitë ngushtë. Flitet vetëm për misi në përgjithësi. Flitet për misi, se po që për misitë ngushtë garantoj që... Më falë nëse mund të ndërmir, por që pasaportit ishte që bie në 10% misia e ngushtë. Pra tek ajo që ti beson dhe tek ajo që ti ke dëshirë të ndash çdo gjë tënde me të. Që është shoqëri e ngushtë, e kuptoj. Misi e ngushtë, sepse shoqëria mund të krijohet edhe në kushte pune, pra jemi në punë të nshurje me njëri tjetrin. Shoqëri mund ta krijosh edhe në të njëjtin transport publik, sidomos jashtë. Ti je aty, shkëmben një batutë edhe po. E qartë, dhe nëse ti ulesh në kafene, për që të thotë Vilma, pa që ne kemi numrin më të madh të kafeneve, unë nuk e lidh shumë me këtë, sepse ne në kafe ulemi edhe se na duhet të ulemi për shkak të punës, apo kemi një shoqe që thjesht duam të kalojmë një orë për diskutuar dhe për ndarë një situatë dhe kaq. Por një miqësi e ngushtë, unë të paktën mendoj që një miqësi e ngushtë është në ndoshta 5 gishtat e dorës në gjithë jetën. Shoqëria e ngushtë, ë? Nga fëmijëria e deri në vite më të bëndë. Kam përshtypjen se më shumë nga pamja e personave, me pamja e numrave, flasim më shumë për cilësinë e marrëdhënies. Ai problemi kryesor është cilësia e marrëdhënies.
Dhe çka quhet i ngushtë, më garantoj që me kalimin e kohës gjëra relativizohet, ndryshon. Dhe mbar dhe çka kupton njëri me njëri të ngushtë. Është kohë që harxhon, është momente që vendos të ndashme të sigurisht, për shembull, unë dhe Alda jemi gjithmonë të pranishme në eventet që i përkasin familjave. Jo, s'po vën dyshim marrëdhënien tënde me. Kështu që, jo, po ideja është që sot është bërë shumë vështirë për të krijuar miqësi të reja, në fakt, është bërë jashtëzakonisht e vështirë. Ndoshta edhe për shkak të rrjeteve sociale. Me thënë vërtetën, disa evente po bëhen edhe për kortezi. Po bëjnë ditëlindje, po bëjnë dasma për të ftuar njerëz për çështje kortezie, pra për të mbajtur disa raporte. Kjo nuk do të thotë që është kohë shpenzuar, ajo që ti mund të shpenzoj një formë tjetër. Po besoj, shoqëria e ngushtë është ajo që ti nuk ndihesh e paragjykuar. Që ti thua çdo gjë, pa e ditë, do të thënë duke e ditur që s'do të thotë, nuk do të paragjykoj në asnjë moment. Kjo është shumë e vërtetë. Mendoj që një nga parametrat, nëse do vini me kriter, është pikërisht kjo aftësia e transportimit, pra që ti mund ta transportosh veten pa humbje. Po. Mendon për shembull, ja këtu mund të jetë interesante. Ti Vilma mendon që do të paragjykonte ndonjëherë për ndonjë gjë? Alda? Absolutisht jo, madje unë me Aldën në komunikimet tona të vazhdueshme ja them të gjitha, edhe mi thot të gjitha. Edhe madje i them gjithmonë mos më lëmo kreshtën, i themi ne, por më thuaj të vërtetën kur ka diçka që nuk pëlqen tek unë. Edhe gjëra familjare? Edhe gjëra familjare patjetër, ne tani njihemi me familjet përkatëse, kështu që thash ndaj gjithçka bashkë. Lori, Vilma nuk kam motor, unë kam një motor dhe kam një marrëdhënie shumë të mirë, por ja një detaj tjetër. Ka disa gjëra që unë ja kam thënë Vilmës dhe motrës time jo. Tu kuptohet. Do të thënë, ka disa gjëra po, ka disa gjëra. Unë kam motor, kështu që unë i ndaj me Aldën, Alda me mua. Ke vlla, Ervin? Kam vlla, po e kam si vlla, jo si motor, domethënë. Vërtet, ë? Vllait ja thua të gjitha? Apo nuk i rrëfesh në çdo gjë një familjare ndryshe nga një miku? Pyetja është shumë interesante. E vërteta është që lidhjet janë shumë të relativizuara dhe ka i koha ku vllai biologjik, po them unë, ishte me do e mos i pari në rastin tim, unë mendoj që është njeriu i më rëndësishëm. Po për arsye se unë kam jetuar me to, jo për arsye thjesht është vllai im. Po mirë, jam shumë i bindur që edhe unë për shumë për vllajin dhe motrën time mendoj që janë shumë të rëndësishëm, po do thotë që unë jam transferuar në Tiranë kur kam qenë, jam i lindë rrit në Krujë, edhe vllai ka ardhur dhe kemi jetuar bashkë. Nëse më shput kurrë dhe familjet, më thënë, familja e vllajut jam shumë i lidhur kodin, por për këtë arsye, jo për arsye thjesht se është vllai biologjik, dhe sigurisht nuk ka arsye pse t'ia thuash gjitha vllai biologjik, sepse një miqësi mendoj që është një alternativë në kuptimin e shprehis. Pra nuk ka një njësi matëse objektive për thënë që ku është vllai, ku është miku, sepse miku të zhvillon një aspekt tjetër, të cilën ndoshta vllai nuk ta zhvillon dot. Sepse vllai është vllai jot, është lidhja jote që ti ke gjëra shumë thelbësore që janë të karakterit, ndoshta edhe lidhjes gjakut biologjike këtu. Kurse një mik për shembull ti nuk e ke këtë lloj tensioni dhe mundet ti besosh dhe gjëra që janë delikate, por që absolutisht aty strehohen, pra mund të shkojnë. Kjo është ideja. E fundit fare, ma jepni edhe një herë hartën, dua që të bëj edhe vetëm një krahasim të fundit, kot për të kuptuar edhe ne në këtë hartë. Hartën e studimit. Se po shohim një video këtu, po e kemi hartën e studimit, grafikun. Mi e përgjigja edhe një herë grafikun e studimit, për të kuptuar pak se kush gjendet në skaje, në dy skaje. Në fakt, raporti tregonte që Slovenia dhe Greqia ishin ndër vendet që, vazhdonin të ruanin miqësinë më së shumti. Këtu më bëri përshtypje, po, pikërisht. Si e ndahet ky grafik? Pra, vendet majtas që kanë më pak shoqëri dhe vendet djathtas që kanë ndoshta më shumë shoqëri të afërt. Pra, varet nga ekonomia, varet nga kultura, varet nga çfarë? Do të thënë ne shqiptarët kemi më shumë miqësi të ngushtë se sa gjermanët. Francën për shembull e kemi, Hungarinë gjithashtu e kemi nga ana e majtë, nga ana e djathtë, po. Gjermanët janë të ftohtë. Gjermanët janë të ftohtë, nuk krijojnë miqësi të ngushtë. Unë mendoj që se unë nuk e shikoj dot grafikun edhe kam të vështirë ta dalloj, por unë mendoj se është pak edhe kulturë, edhe trashëgimi që puna e miqësisë. Se ne jemi rritur në një kulturë dhe një shoqëri ku ne bënim shumë për mikun, bënim shumë për njëri tjetrin, rriteshim në atë lagjin e vogël. Pra, miqësitë ishin të burmushura që në gjyshrit, prindrit, ne dhe shkonin kështu brez pas brezi. Ndërsa sot,
që kanë bërë individualist, njerëzit që janë shumë ndërkuar, shohin punën e tyre, pra që nga komshin nuk i kemi më si që kemi patur, edhe në vim, dhe unë mendoj që prandaj edhe këto shifra vinë duke ullur. Mirë, faleminderit shumë Esmeralda, faleminderit shumë gjithashtu edhe Vilma, faleminderit Ervin që të patëm bisedë, pa që sa më shumë miq të ngushtë, i thonë në këtë lloj rasti.